Ndodhemi tek faza e fundit e projektit, që përfshin kthimin e gjendjeve të përparshme të gjitha sipërfaqeve të dëmtuara nga projekti. Sot është shtruar rreth 1000 metra katror asfalt. Pastaj vjen edhe faza tjetër e mbylljes komplet të rrugicave që ne kemi prek me projektin tonë. Në ditë vazhdim është edhe rruga nacionale Shkodër-Hanihotit, komplet njëra gërsi, nga rreth rrotullimi i Dobraçik tek Pesterojt, që do bëhet komplet shtresa me asfalt dhe kthimin e gjendjeve të përparshme. Projekti për rehabilitimin e ujit të pishëm përfshin rreth 2200 familje. Ne jemi në fazën e fundit të mbylljes së projektit. Aktualisht jemi në fazën e fundit të rehabilitimit të ujësirësit Shkodrës. Më parë kemi kaluar fazën e testimeve të rrjetit, pasi është bërë shtrirja tubacioneve për gjatë të gjithë projektit, më pas ka kaluar tek testimi i linjave, i cili ka dalë me sukses. Tani është faza e fundit, është faza e rikthimit të sipërfaqeve të rrugëve në gjendjen e mëparshme. Siç e shikoni, jemi në fazën e asfaltimit të rrugëve. Aktualisht asfaltojmë rrugicat që janë brenda Dobraç, gjithashtu edhe tek rruga nacionale, pjesa e rrugicave të tyre. Kërkojmë mirëkuptimin e banorëve për çdo shqetësim që kemi sjell dhe shpresojmë që sa më shpejt do t'i kthejmë sipërfaqet në gjendjen që kanë qenë më parë, edhe Shkodra do jetë sa më shpejt me rrjetin e ri të ujësirësit.